Speranca TV paraqet. Mirëmbrëma që të gjithëve. Sonte desha që t'ju tregoj një ndodhite jashtëzakonshme, një nga ato historitë që ngjajnë si të dalën nga filmat, por që mua më ka ndodhur vërtet me pronaren time greke, një zonjë rreth 65 vjeçare. Dua të shpreh në çdo detaj se si a dola të fitoja besimin e saj për herë të parë, atë natë e madhe që ndryshoi fatin tim, dhe se si pas asaj nate ajo vendosi të më linte trashëgimi të gjithë pasurinë e saj. Por nuk ka edhe aq shumë rëndësi pasuria në vetvete, sepse aq sa ka rëndësi se si ndodhi ajo provë e parë mes nesh, ajo natë ku u volos besnikëria. Unë që po ju shkruaj jam një burr 50 vjeçar, kam lindur dhe jam rritur në Lushnjë, por tani banoj përfundimisht në Greqi. Para rreth 15 vitesh, atëherë në kohën e trazirave të Salës, kur vendi po zjente, mora rrugën për në Greqi, ashtu si shumë shqiptar të tjerë. Gruan dhe fëmijët i lash në shtëpi me sy me lot, ndërsa dola edhe unë me shpresën për të bërë ca lek e për të mbajtur familjen. Disa miqtë e mi që ishin tashmë prej vitesh në Greqi me thoshin: "Mos eja, nuk e çfarë bën këtu. Greqia nuk është më siç ka qenë dikur, nuk ka me lek, kriza ka prekur çdo gjë." Por unë isha kokfort, ju thosha: "Me që nuk ka lek atje, përse nuk ktheheni edhe ju në Shqipëri?" Por nejse, mbërrita në Athinë. Në fillim kur shkova, asnjë mik nuk më priti. Ata që me bënin si vëllezër në Shqipëri, as telefoni nuk ma hapnin. U vendosa në një zonë që quhej Artemida. Ditët kalonin dhe mu bë puna aq ngushtë sa që pas një jave e pash veten të braktisur, pas një shpresë dhe kisha mbetur vetëm me 10.000 lekë të vjetra në xhep. S'me vjen turp ta them, sot si burr i rritur, mu deshte ulesha në anë të trotuarit me kokun ulur nga dëshpërimi, duke lypur lemosh sa për të bler një kafshat buk që mos të vdisja urije. Deshi fati madh që aty pari të kalonte një grua greke, një zonjë rreth të 60-tave me një pamje shumë të rëndë dhe aristokrate. Ajo ndaloi hapat, me shikoj me vëmendje dhe me hedh 5 euro. E ngrita kokën ta shikoja, sepse 5 euro në atë kohë dhe në atë gjendje ku isha unë me dukeshin si një thesar i vërtet. E falenderova pa mas me sy të përlotur, por ajo nuk iku dhe filloi të me bën të pyetje. Me që gjuhën e dija për gjysme, me zi u morën vesh, por ajo me tha diçka që mua me ndryshoi jetën për gjithmonë. Me tregoj se banon të vetem në një shtëpi mjaft të madhe, një vilë të vërtet, dhe kishte shumë prona me ullenj që i po i kalbëshin. Ajo me thot kështu fjalë për fjalë: "Unë tashmë jam në mosh dhe jam e lodhur. Është viti i tretë me radhë që nuk mund të gjej askënd të ndershëm që të më mbledh ullenjt e mi. Njerëzit vetëm duan të vjedhin. Eja kujdesu për to, fli në shtëpinë time dhe mua me jep vetëm çerekun e fitimit." Kjo ofertë për mua në atë kohë ishte sikur po me jep të diçka falas. Ishte një mrekulli dhe sigurisht që pranova me një herë. Menaxhova gjithçka me aq përkushtim sa që mora në punë edhe ata miqtë e mi shqiptar që më thonin nuk ka lek këtu. Pikërisht ata që kur mbërrita as nuk më hapnin celularin. Tashmë isha unë në një farë mënyre pronari i tyre. Unë i paguaja dhe kjo më gëzonte pa mas. Sezoni i ullinjve filloi të përfundonte dhe gjithçka shkoi shkëlqyeshëm. Fitimi ishte i madh. Tashmë shkova të flas me pronaren time se si do të shkonte puna ime në vazhdim. A do të qëndroja akoma apo duhet të ikja e të kërkoja punë tjetër. Deri në atë kohë asje më kishte shkuar mendja të kërkoja diçka më shumë prej saj, sepse isha tepër i zënë duke punuar nga mëngjesi në darkë. Por ajo ishte shumë bujare dhe e kënaqur me ndershmërinë time. Me tha të qëndroja aty për gjithmonë.
sepse kishte punë gjatë gjithë vitit për të kujdesur për vilën e saj dhe pronat e tjera. Deri atëherë, unë qëndroja në një dhomë të vogël mbrapa shtëpisë, ndërsa tani plaka më tha: "Rri në shtëpi si të ishte e jotja, nuk je me një punëtor për mua, tani ti je i shtëpisë." U transferova në një dhomë shumë të mirë, pranë sallonit kryesor dhe ngjitur me dhomën e saj. U bën 4 muaj që isha njohur me të dhe tashmë ishim bërë si një familje. Mbrëmjeve uleshim dhe ajo filloi të më fliste për të kaluarën e saj me detaje të dhimbshme. Më tregoi se si familja e burrit i kishte kthyer shpinën, se si njerëzit e kishin mashtruar për para, ndërsa unë i tregoja për planet e mia dhe se si doja që me lekët që po mblidhja me aq djers të ndërtoja një shtëpi të re në Shqipëri. Por në bisede sipër, kur ajo më tha që kishte mbi 10 vite që nuk i kishte besuar askujt dhe nuk kishte futur njeri në dhomën e sekreteve të shtëpisë, unë i thash diçka me shaka. I thash, unë kam 4 muaj që jam larg familjes dhe nuk e di si t'ja dal. Jam mësuar të kem një qëllim të madh përpara, s'mund të rri kaq gjatë pa bërë diçka të rëndësishme. E kuptoni vetë ju. Nuk më mban vendi, thash, ndërsa ajo më tha, e po dil nesër, blica rrobat e mira dhe shko takohu me njerëz të tjerë, ndoshta gjen ndonjë urtak apo ndonjë punë që të përshtatet më shumë. Unë ju ktheva seriozisht, i thash ka plot urtak rrugëve, por jam i mbushur edhe unë me zhgënjime, nuk më intereson çfarë moshe apo çfarë biznesi është, qoftë edhe një bashkëpunim i vogël me ty që i 60 vjeçe, unë e vlerësoj shumë. Unë thjesht dua të fus duart në një punë të madhe e të rëndë, i thash unë, sepse nuk po duroj dot më që të rri kot. E kuptoni vetë ju. Asaj ndryshoi fytyra me një herë. Unë fillova të ndihesha keq, mendova se e fyeva. I thash, nuk e kisha fjalën të ofendoj aty. Të lutem mos më keq kupto, sepse unë ty të shoh me respektin më të madh. Prandaj thash që do doja të punoja vetëm për ty. Ajo u vërit në fytyrë, më shikoi thellë dhe më pyeti: "Përse? Çfarë kam unë që nuk të mbush syrin për të qenë urtaku yt kryesor? Me shet e dobet nga mosha apo çfarë?" "Jo," i thash, "nuk ka rëndësi mosha, ti je fort si hekur, por unë për ty kam shumë respekt si pronare, prandaj stepem që të kërkoj më shumë." "E po respekti ka shumë kuptime," me tha ajo me një zë të vendosur. "Nëse të dy ne kërkojmë të njëjtën gjë, nuk quhet mos respekt, edhe nëse të jap çelësat e pasurisime." Atenat biseda mbaroi më aq, por tashmë verehej qartë që ajo po përgatiste diçka të madhe, po me vinte në provë apo çfarë. Denja dhe 2 ditë më vonë dhe në një pasdite më thot: "Behu gati se sonde do të shkojmë në një vend të rëndësishëm." Pas 2 orësh, vjene me troket në derë dhe futet brenda. "Eja," tha ajo, "do shkojmë të darkojmë në një vend sepse ka ardhur koha që të vendosim pikat mbi i." Unë mbeta i shtangur, nga veshja saj aq elegante, nga kostumi i rënd i zi dhe nga autoriteti që rrezatonte. Më tërhoqi aq shumë ky autoriteti i saj, saqë zemra filloi të më rrihte fort nga emocioni i madh që po ndodhte. Kur filluam darkën, i thash: "Me fal, por unë nuk dua që të shkoj, sepse po më mbet në fyt nga emocionet." I thash: "Më mirë të rrim sonte bashkë këtu, e të mos dalim në darkë. Me ver në provë mua, me the që ke një derë kasaforte të vjetër në bodrom që për vitesh nuk e ke hapur dot dhe askush nuk ka mundur që ta hapi." I thash: "Me lër të hap unë sonte, të tregoj se sa vlej për para se të dalim." "Me pëlqen ky propozim," më tha plaka, me një dritë që i ndriçonin sytë e saj. "Me prit në dhomën time të sekreteve sa të marr çelësat e vjetër," tha ajo, dhe shkoj. Unë zbrita poshtë në bodrom dhe u përgatita ashtu siç duhet. Hoqa xhaketën dhe të gjithë ato që kisha me vete në xhepa. Vesha rrobat e punës dhe mora të gjithë veglat e mia të rënda,
sepse s'mund t'i dilja asaj zonje pa i treguar maksimumin e forcës sime që unë mund të hapja kasafortën e saj. Kur hapa derën e budrumit, çfarë të shihja? Ajo i kishte sjell të gjithë dosjet e vjetra aty dhe po me priste pranë asaj dere të hekurt e të ndryshkur, që fshihte gjithë pasurinë e familjes së saj. Ndeza dritën e punës, u ula aty në gjunjë dhe fillova të pastroja e të godisja derën e bllokuar në çdo sep. Ja shtrëngoja zinxhiret dhe ja kapja me duar fort ato dorezat e sipërme prej hekuri që ishin aq të rënda dhe të mbërthyer nga koha. Plaka filloi të lëshonte zëra nga ankthi. Kujdes mos e thyen mekanizmin, më thoshte ajo duke qeshur. Mua nuk me pritej, doja ta hapja atë brav me çdo kusht. E vura gjithë peshën e trupit mbi atë metal të ftohtë e të plakur. Pak me vështirësi herën e parë, sepse ishte e mbyllur prej dekadash dhe ishte e ndryshkur, por dorza nuk dorzohej lehtë. Plaka po bërtiste me zë të qerrët, duke me dhënë, kur ajo e me thoshte, forca, shtyje fort, e sa më tepër që të mundej dhe hape atë derë të ndryshkur, derisa unë nuk ndalesha dot, e kisha mbështjell atë levë me të dyja duart e mia, saqë muskujt gati sa nuk po me çaheshin. E ktheva leven përmbys nga një kënd tjetër. Plaka ishte lodhur vetëm duke me parë. Mblova gjithë frymën e fundit dhe e godita derën e ndryshkur me sa fuqi që kisha. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.